Medon Berisha dhe Ylber Ramadani kanë fituar derbin e shqiptarëve në Itali, pasi Lecce triumfoi 2-1 ndaj Torinos, skuadër ku luajnë 2 shqiptarë të tjerë, Ardian Ismaili dhe Kristian Aslani. 2 prej futbollistëve të kombëtarës ishin protagonistë në këtë duel. Berisha shkëlqeu në pjesën e parë, duke asistuar në të 2 golat e Lecces. Shqiptari dha krosimin te goli i parë i shënuar nga Koulibaly në minutën e 20, ndërsa 2 minuta më vonë pasoi sakt në zonë për banda, që dyfishoi shifrat. Adams ngushtoi diferencat në minutën e 57, ndërsa në fund, Aslani kishte mundësinë për të barazuar shifrat. Mes fushori i kombëtarës, gaboi nga penaltia. Gjuajtja Aslanit u ndal nga portieri Falcone, i cili i kuptoi krahun. Me këtë sukses, Lecce ngjitet në vendin e 14 me 13 pikë, 1 pikë më pak se Torino, e vendit të 12.